Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasterit qeveritare janë rezultati analizave tona të brendshme dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekëput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonën Arbrije Nagavsi, për zonën Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Bislimin. Ne do të jemi bashkë në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe njëherë për i theksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kurfar gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërka që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra për kurti 3, unë kam menduar që Dimal Basha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje për kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë, Albulena Azhiu. Me qenë se u bë pamundur të ecim përpara me Albulena Azhiun dhe në ndërkohë na erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm, ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndërshkuam, apo dikë e lavdruam. Në fund u votua Dimali, unë besoj që Dimali e bën shumë mirë punën si kryetar kuvendi. Gjatë kësaj periudhe, e cila është rreth 2 mujore apo jo, nuk kam asnjë vrejtje për punën e tij. Edhe duke qenë të njëjtin subjekt politik si jemi ai dhe unë, por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Tash jemi në këto pozicione siç jemi, por edhe një herë po e potencoj që harmonia e brendshme në lëvizjen vetëvendosje, në kabinetin tonë qeveritar, kur nuk ka qenë më e madhe se tash, përkundër emrave të cilët janë ndryshuar për shkak se për neve është i njëjti program i së njëjtës kauzë. E njëjta vlen natyrisht edhe për zëvendës kryeministrën, e cila unë synoj të jetë po ashtu në atë pozitë, zonja Donika Garvalla, e cila ndron dikasterin e ekzekutiv, por jo edhe pozitën do të jetë zëvendës kryeministrja ime e dytë herë do kur që e votojmë qeverinë.